Jo, e shtove një fjali, nuk ka rrugë që veç e shtove një fjali. Pas 2 orë bisedimet që kemi pas, ka thonë bashkë me Vjosen, bisedimet kanë shku shumë mirë dhe ne i pezullojmë deri sa të kalojna këtë proces në LDK. Por, për elektoratin e LDK-s, me ka një heshtunën e më gëzu shala, kjo thët shumë për elektoratin e LDK-s. Sepse linqimin publik, që vjen tash edhe 10 vite, pej shokëve të Lule Gjelit, e kanë marru sot gjatë gjithë ditës, këta bashkë. Jo kë, se nashta se marrin me veti, po të tjerët që e kanë riciklu gjatë gjithë ditës. Kështu që urime krenar që fitut në LDK. Wow, urime krenar që fitut në LDK. Unë më konë si vetëvendosja e kësha pagu këto kë me sho, se ku dhe që shonë kë ajo veç rritët. Qartë. Faleminderit Teda. Po të kallëzaj që to kanë me bo kështu headline, se e këtë shpu me shto. Tash, s'po dija me vazhdu me që ato, që do me thonë kjo si simbolik për demokracitë mbrëmshme parti, se në Kosovë s'ka demokraci